meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qiellin edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa tamu taslim ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të mira që i takojnë atij. Përshëndetjen profetin ton dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ato besimtarë dhe besimtarë të mirë deri në ditë gjykimit. Nga që kemi folur për surën Yusuf, sot më kishte marrë çik fryka për vazën se do të gjeja i diçka që ishte pak a shumë. Kuptohet gjithmonë mbrapa surës Yusuf, po të ishte i diçka që edhe shtyre shif gjatë javës nuk po e gjesha. Më në fund, në këto minuta që kemi në dispozicion, kam gjeti diçka që shumë nga muslimanë dhe muslimanet e në vlerësojnë. Kurse ato që s'janë muslimanë dhe muslimane, në raportin e këtij aspekti janë bërë të ngrirë, të akullt fare. Biles shkon puna deri aty sa e shikon tjetrin, ndoshta në rrugë ka infarkt, ka problematik, gjithë secili vazhdo shefun e vet, edhe të vazhdoj gjithë secilin atë që e jeton dhe në këndvështrimin që e shikon vet. Kurse feja jonë e dashur, i madhi Zot, dëshiroi që njerëzit mos të jetojnë tokë si kafshët. Në kuptimin që ai që është më e fortë mund atë që është më e dobët, ose mos të jetojnë në indiferencë. Por kur kanë mundësi që t'i gjenden pranë, i gjenden. Kur nuk kanë mundësi t'i gjenden pranë, paktën minimumi nuk i shkon një muslimani me i bë dikujt, qoftë musliman, qoftë musliman, një padrejti. Kjo që do theksojmë ne në pak minuta, quhet islahu dhatil bayn. Do të thotë përmirësosh kur raportet janë ndarë, të afrosh kur njerëzit janë largu, gjesh forma, mënyra jo mi i përqa njerëzit, po si ato t'jenë më afër me njëri tjetri. Se jeta, vëllezër dhe motrat nderuara, bëhet e bukur kur njerëzit e duan njëri tjetrin, shkojnë mirë me njëri tjetrin. Ka thënë profeti jonë i dashur Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam, nuk i lejohet, thot një muslimani, mos t'i flas një muslimani tjetër më shumë se sa 3 ditë. Pra kej debat, kej paknajsi, kej diçka të formave të ndryshme që merr jeta, mërzitesh i ditë, mërzitesh 2, mbas ditës 3 duhet që muslimanit me i dhënë selam dhe me i kriju prap raportet që kishe më përpara. Thotë wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Kur 2 njerëz apo 2 muslimanë apo 2 besimtar kanë mbetër hatri me njëri tjetrin, mbas 3 ditësh duhet t'i japin selam, e kanë detyrë, e kanë urdhër. Nuk po themi mbas 3 ditësh më u përqafue, më u vizitu se kaq shpejt është e vështirë, po minimumi që nuk lejohet mbas kësaj gjë është që duhet më i dhon selam. Dhe ka thënë profeti jonë i dashur, më i miri ke Zoti për këtyre 2 është ai që fillon i pari me selam. Duke majti natë, kështu ka kalu 3 ditë që s'ke ç'bën më, nëse je musliman. Do të me thyj qikat e nefsin dhe zemrën, dhe ai që do filloj pari e ka qik më vështirë se ai që e kthen, se sidoj që të vi situatën brapa do vetë më dha selam. Për shembull, e kemi qik ne shqiptarët e kemi të theksuar. Me thoni qik e tjerë që ishte qik ai më raport më i përul se sa unë. Kush fillon, thot Zoti i gjithësisë, për t'i ulë të raporte, thot kush fillon me selam i pari, mbasi kanë pasi hatërmbetje, Zoti e don më shumë atë dhe është më i mirë se sa tjetri. Në këtë këndvështrim vijnë disa hadithe që i ka përmend profeti alayhi salatu wassalam. Ka thënë kush nga muslimanët vdes në hatër të mbet me muslimanin tjetër, vështirë se puqen të 2 bashkë në xhenet.
Subhanallahu el-Adhim, është çështje e madhe, unë prandaj desha ta cek. A thon kur dy muslimanë shkojnë dhe e egzagjerojnë këtë gjë, vështirë se kur të vdesin e dalin përpara Zotit të dy bashkojnë në xhenet. Ai çështje e rëndë është. Dhe është çështje e vlefshme, në të njëjtën kohë marrim anën tjetër, ai çështje e vlefshme është bashkimi i muslimanëve dhe i besimtarëve. Dhe i muslimanëve dhe i besimtarëve. Se shejtani mallkum, vëllezër motra të nderuara, nuk rrin 24 orë. Kur e pyetën Hasan el-Basri, a flet shejtani? Lau name lau wajadna raha, tha. Të kishte flet pak të kishim gjetë në çik rahat. Çdo çast e cyt njeriu mbeni Ademin. Pse me i përça? Me i zemru me njëri tjetrin, mos me shku herë mirë. Edhe kur kena i gëzim, ta prish tjetri. Me i fjalë të keqe, me i cmir të keqe, me i zili të keqe. Këtë Islami nuk e don. Islami mëson dhe tjetrën kur ballafaqohesh me këtë kategori se si durosh, por ne po flasim për parimin kryesor që duhet ta kemi të gjithë ne. Kur ka përjashtime, ato janë e sap tjetër pastaj. Ka shumë që nuk e duan në fenë islame dhe muslimanët dhe fusin njerëz për të përça ummetin islam. Mos harroni kur këtë. Është 1437 vjet s'kan dash me i lënë në një rahat musliman me shku mirë me njëri tjetrin. Po pse? Po si lerat shejtani pra. Si i tha, e ka fronin nga dhon profeti mbi ujë. Dhe i thret ato shejtante vet kur i ka nisur për punë zullumit ndryshme në botë, dhe i vjen njëri thot kam bërë kë, s'ke bërë gjë ti thot. Vjen tjetri s'ke bërë gjë, vjen tjetri kam bërë këtë të keqen ndaj filanit edhe çova deri te mëkat. S'është i madh ky, s'ka problem ky, nuk e bër asgjë. Vjen njëri i thot durova nga shejtante mëdhej. E çfarë arrite i tha, i ndava i çift musliman. Tha hajde këtu dhe i vuri kurorën. Ti e meriton tha. Kush përça muslimant ka arrit gjë të madhe. Kështu që kush është i sinqert, që ka ardhur në fe me sinqeritet, e ka të qartë këtë pikë. Dhe i don musliman dhe muslimane siç don veten e vet. Kështu na ka mësuar i madhi Zot, kështu na ka mësuar kjo fe madhështore. Në një rast tjetër ka thënë, shikoj çfarë tekst është interesante ka. Inna lillahi ibadan yu'da'u lahum yawm al-qiyamati manabiru min an-nur. Ka disa prej robëve të Zotit, thot profeti alayhis salam, që ditën e gjykimit do i vendosi Zoti disa frone prej nuri, prej dritë të madhe. Dhe i vendosi i thot hipni këtu se e meritoni. Thot me çudi të madhe, lejsu bi anbiya wala shuhada, nuk janë as profeta as dëshmor. Do t'i kenë admirim dhe profetët dhe dëshmorët. Kanë thonë, men hum ja Rasul Allah, kush janë këto që do kenë këto frone prej nuri dhe prej drite që edhe profetët dhe dëshmorët do t'i kenë admirim? Ka thonë, e ka shpjeguar qartë, hum mutahabune fillahi ta'ala. Tha ato janë dash për hir të madhit Zot. S'ka gjend vend shejtani mallkum kur zemrat e atyre mi i përça. Asnjëherë s'janë përça me musliman më shumë se 3 ditë. Flas me muslimanët e sinqertë, që kanë zemër e shpirë dhe mendje e qenien e tyre për të shku mirë muslimanët. Se çfarë s'na kanë pas sytë, çfarë s'na kanë dëgjuar veshët, po them për ato që janë sinqertë. Për ato që e duan fen me gjithmonë kanë hyrë fen me sinqeritet. Se hasha lillaç po na dëgjojnë veshët e ç'na ka shikuar syri për nga hipokrizia e për nga mos sinqeriteti. Ka thonë, aty u tregoi profeti alayhis salam, t'ju tregoj unë juve për i sadaka që s'keni për të harxhuar gjë, se sadaka nuk kuptoj gjithmonë me dhon lek. Tha, t'ju tregoj për i sadaka, për i lëmosh, që është e lehtë dhe s'harxhon. I tham po i dërguami i Zotit. Tha islahu dhatil bayn. Tha përpiquni shumë t'i bashkoni njerëzit kur ndahen dhe përçahen. Ta qun Zoti gjithsesi sadaka të madhe pa dhon nga pasuria jote. Po nga jep nga energjia jote, nga fjala mirë e jotja. Nga përpjekja jote që njerëzit shkojnë mirë, si çfarë feje madhështore që kemi, na ka urdhëruar i madhi Zot të përpiqemi maksimalisht që t'i afrojmë njerëzit, t'i bashkojmë. Për çfarë? Për t'ju të lumtur. Ato që i ka prek shejtani mallkum. Ju shifini në jetë, ai që si ka parë që është miri do t'i shikoj. Ato që i ka prek shejtani mallkum thojnë të përçahen gjithë, se duke qenë të përçam nuk janë të fortë, duke mos qenë të fortë, ja marrun pasurinë dhe nderin e tyre. Pasha Zotin, shikojeni me vëmendje, mendojeni këto që themi këtu. Ai që është i ri, ndoshta si kari, do t'i shikoj me eksperiencë. Tekstet islame gjithmonë bëhen të mrekullueshme kur njeriu implementon dhe i shikon në jetë ato. Islami thot i madhi Zot që na don të mirën, thot bashkoni dhe jetoni të lumtur. Mos e leni shejtanin e mallkum t'ju hyjë dhe të keqin që keni në zemër me e shpreh. Ato të cilët duan
që të sundojnë vetë, që t'i marrin tjerëve pasurinë, i duan t'i shohin përçam, mos shkojnë asnjëherë me njëri tjetrin, se po u bashkuan bëhen fuqi. Kjo është bela e madhe që ndodh, po inshallah Zoti i gjithësisë na ndihmon që të gjithëve. Ka thonë, "Ela ukhbirukum bi afdali min as-salati was-siyami was-sadaqa." Herë tjetër i tha, se i pa shokët e vet, i tha, "T'ju tregoj për i vepër që është më e mirë se namazi." Ato u çuditën. Është më e mirë se zeqati? Ato u çuditën, se këto janë shtyllat e Islamit. Më e mirë se Ramazani, se agjërimi? Ato u çuditën, se këto janë shtyllat e Islamit. Thanë, çfarë janë këto? Kush është kjo vepër i dërguar i Zotit që i ka loka këto? Tha, islahu dhatil bain idha taqata'u. Tha, të bashkohesh, të bëhesh sebeb me bashku njerëzit kur janë çak, kur janë shpërnda, kur janë përzi çështjet e tyre me të keq. Më e mirë se namazi, më e mirë se zeqati, pra me dhon 2.5% që i jepet çdo vit, dhe më e mirë ka thosë Ramazani që oftë në verë. Fe subhanallahu al-azim, për nga vlera, për nga pesha dhe për nga mirësia që e ka kjo punë. Tregohet që kur njerëzit dalin përpara sunduesit të madh gjithësisë, do të thritet dhe do të thohet ejna ehlul fadl. Do të thotë i engjëll i madh që e ngjon gjithë njerëzia në ditë, ku janë njerëzit e mirësisë madhe? Dhe thotë çohen një pjesë e tyre nga mahsheri i madh, vetëm një pjesë e tyre dhe shkojnë drejt e për ty në xhenet. Dhe i takojnë engjëjt që rrinë këtë dyert e xhenetit. Ejna turidun, ku po shkoni ju? Tha nuridul xhenna. Tha ne du me hynë në xhenet. Tha në xhenet pa fillu llogaria, se s'kishte filluar akoma me llogarit njerëzia. Këto ishin nivel shumë i lartë. Tha na doni me hynë në xhenet qabla al-hisab, s'ka fillu llogaria akoma? Thojnë po, qabla al-hisab. Edhe engjëjt mahniten. Men antum. Tha kush jeni ju që e keni marrë këtë guxim me hynë në xhenet pa llogari? Çfarë gjë të madhe keni bëju për të madhin Zoti qofshin fal? Çfarë keni bëju që pa fillu llogaria njerëzit janë të friksuar, ju po shkoni për në xhenet? Kanë thonë, ne ishim njerëzit e mirësisë që u thirr. Tha çfarë keni bën nga mirësia? Ka thonë, neve u sillshim me butësi kur tjerët u sillshin me ne me ignorancë. Dhe kur tjerët u sillshin keq ne i falshim. Fa taqulu al-malaikatu udkhulu al-janna fa ni'ma ajrul amilin. Tha hak e keni me hyjun në xhenet. Imagjino, me u sjell tjetri si ignorant e ti i sillesh me butësi. Tjetri me të bëu keq ti thot kam fal për hir të Zotit. Këto njerëz janë shumë lart, i thonë engjëjt, po ju e meritoni, hyni në xhenet, sa vepra të mira, sa i mirë është xheneti për punë mirë. Pastaj thret prapi i njëjti engjëll thot ejna ehlul fadl, ku janë njerëzit e mirësisë madhe? Dhe ngrejnë një grup vëllezër motra të nderuara, ju begatoftë i madh i Zot, edhe shkojnë për në xhenet dhe i takojnë prapë engjëjt. I thonë për ku? Tha për në xhenet. Pa fillu llogaria, po pa fillu llogaria. I thonë çfarë keni bëju për të madhin Zot në dynja? Tha kemi qenë durueshëm. Kemi duru shumë. Tha çfarë? Ma tregoni, i thonë engjëjt, na tregoni shenjat e durimit. Tha kemi duru shumë për t'i zbatuar urdhrat e Zotit dhe kemi duru shumë për t'u larguar nga haramet që na kishin ndaluar. Sot me bokte në Shqipni o si me majt malin e dajtit këtu. Tha hyni në xhenet fe ni'ma ajrul amilin. Tha e meritoni me hynë në xhenet. Pastaj lidhje me temën që ne kemi, thot i thret zëri dhe thot ngrejuni prap një grup që i don të madhi Zot hynë në xhenet pa llogari, dhe engjëri i pyesi kush jeni ju grupi i tretë? Tha ne kemi qenë njerëzit që kemi ndihmu fenë e Zotit në tokë. I thonë çfarë keni bëu ju për këtë? Ka thonë neve i kemi bashku njerëzit kur ato u ndanin dhe i kemi dash njerëzit për hir të Zotit. Si ky është miliarder dhe si tjetri s'ka asnjë gjë. Si njëri është mbreti më i madh i botës dhe tjetri është njeriu më pa post në botë, janë njësoj për atë që e don madhin Zot dhe që i don njerëzit për hir të Zotit. Sepse si e deshe një që ka gjithë botën, si e deshe një që s'ka asnjë gjë, shpërblimi është i një lloj të i madh i Zotit qofshin fal. Kjo do sinqeritet në fe. Këtë se bëjnë do të hipokritët. Kjo don të kesh vizion të madh. E ta kesh mendje me fitu xhenet, jo me fitu gjëra të pavlera të kësaj bote. Është tjetër gjë respekti që i bëhet gjithë secilit se ndoshta po të bëhet musliman ai që ka më shumë mundësi. Kjo është tjetër, unë po them parim, me i dash gjithë njerëzit me sinqeritet për hir të Zotit. Jo me i pa, ky që ka duhet me e dashkat. Kurse ky që s'ka çe don. Kjo fatkeqësi, për këtë s'ke kuptuar kur gjë nga Islami ti.
Këtu s'ke lidhje me fenë e madhe islamet. Ti gjithë muslimanët dhe muslimanet kudo që janë botë, ty të shhap zemra, të shbohe madhe, dhe ti je me të gjithë ato inshallah Zoti thotë i çoj gjithë në xhenet, unë i dua gjithë për hir Zotit. Kjo është e vërteta. Ka thonë, inna Allah ta'ala yaqul yawm al-qiyamah. Tha Zoti i lartësuar do thotë ditën e gjykimit, ejne mutahabun fi. Do thotë Zoti ditën e gjykimit, ku janë ato që janë dashur në emrin tim? Dhe çohen ato. Tha ju thira juve kur i shkojnë Zotit madh, ato që e kanë dash njëri tjetrin për hir të Zotit. Ejne mutahabun, ku janë ato që janë dash për hir tim? Çohen ato që e din, sepse çdo njeri ditë gjykimit i ka bë skanerin vetes. Dhe çohen krenar të shkuke i madhi Zot se janë dash për hir ti. I thot ju thira se sot do t'jeni në hijen e arshit tim kur nuk ka hije përveç hijes ti. Vapa është e madhe, problematika është e madhe. Disa njerëz janë shumë turit. Po, mos u çudit. Si jepet ushqim, ai di pse? S'ka thonë një herë kur ka hangër ushqim as bismillah në fillim, as elhamdulillah në fund. Nuk ka thonë një herë i lavdruar qofsh Zot që më dhe të ushqem gjithë jetën. Nuk i jep Zoti i gjithësisë ushqim ditë gjykimi, se s'ja ka pas për borxh që ja ka dhënë. Bile se ka mohu thos s'ka Zot fare, më vjen ushqimi rastisht. Dhe do ketë njerëz të etur, si jep Zoti të pinë në ditë, vetëm ato që futen në hijen e arshit ti. Thot ato që janë dashur në emrin tim, janë ato të cilët unë i vendos sot në hijen e arshit tim ku nuk ka hije përveç ti. Pra kush është aty begatohet, kush është jashtë saj dënohet. Prandaj vëllezër, motra të nderuara, po flasim për një temë me të vërtetë që ka një vlerë të jashtëzakonshme. Dhe ka nevojë për sinqeritet. E ka nevojë për pak pjekuri. Me i vlerësu njerëzit se është njeri. Me i vlerësu njeriun bile subhanallahu al-azim. Për nga madhështia e Kuranit thot ja jo alladhina amanu me yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna dhillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. O ju që keni besuar, kush don nga ju të largohet nga feja e Zotit, le të largohet. Do ta sjellë Zoti i popull që Zoti i don ato dhe ato e dun Zotin, kanë një karakteristikë madhe, e dhillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Tha janë të modest me njëri tjetrin, musliman. Sa shef musliman është modest. 'Izzatin 'alal kafirin, krenar me atë që s'beson. Umetin islam sot, subhanallahu al-azim, me pa këto botën arabe se si janë se ndërtu këto të shkretët, këto me pa i perëndimori bind fikët. Do është a ju s'keni qenë, po me shku atje, me e bo për këshu, ka vende për shembull që janë këto Maroke, Tunizia, Algjeria që i kalon koha, s'po them se kush mbrapa kështu në të gjitha aspektet, me fol 3 fjalë anglisht vin të flasin vetë. Musliman sot janë bërë që një njeri që ka post, qoftë dhe jo besimtar, i përulen modest, fjalë tëmbla, mirësi, del djerës kur bisedon. Shefi musliman që s'ka gjë nuk i flet fare. Ose kur i flet thot ka gjetë belaja me këtë. E dhilletin 'alal mu'minin, e izzetin 'alal kafirin. Tha, të përullur, modest me njëri tjetrin, sa o robi Zotit, atë mund ta doj madhi Zot, atë që s'beson ai është kot. Ai s'ka pik vlerë. Të kishte pas vlerë ajo që ka ai, qoftë nga pushteti, qoftë nga leku, ja kishte marrë i madhi Zot. Po se s'ka vlerë e kalon, që të rrëzohet me këmbë të veta. Prandaj vëllezër, edhe motra të nderuara, ju nderoftë i madhi Zot, bashkoni njerëzit sa të keni mundësi. Ka thonë me i rast, ja kanë pyet për disa vepra profetin, kanë thonë, po a gënjen? Ka thonë e bën këtë muslimani, po mund të bin këtë gjinaf. E bën këtë muslimani, mund të bin këtë gjinaf. Po këtë e bën, mund të bin këtë gjinaf. Po këtë e bën, mund të bin këtë gjinaf. Arren muslimani nuk gënjen, ka thonë. Kurse profeti alayhis salam, aq e rëndësishme është që njerëzit shkojnë mirë, se këtu fillon. Mund të kesh gjithë botën në dorë, po s'u deshën njerëzit, po s'të deshën, po nuk i deshën, nuk ka vlerë jeta, hum lumturia, hum kuptimi, hum njerëzillëku, bëhemi si kafshët. Ka thonë, ai i cili përpiqet me bashku njerëzit dhe thotë diçka që nuk është e vërtetë, nuk quhet gënjeshtar. Për shembull, 2 njerëz i ka hyrë shejtani. Edhe janë mërzit me njëri tjetrin, por këtu duhet dallosh i gjë. Janë mërzit 2 vëllezër musliman se ja ka hedh njëri tjetrit, këtu mos u fut me i bashku, se i bashkon ja hedh prap. Këtë duhet ta theksoj se po na ndodhin. Jo 2 musliman, për shembull, njëri e ka mashtruar, ka marrë 100 milion lekë, ti futesh e tu i bashkuet, tu i gënj. Jo, këtu mos u fut fare se i merr 200 ky rast tjetër. S'po them këtë.
Do e mbyll fjalën time me konceptin tjetër, që i shikojnë që janë për gjëra koti. Për gjëra që rregullohen, jo për mashtrime, jo për prekje nderi, jo për derdhje gjaku, gjëra të mëdha, jo për çështje të jetës përditshme. Dhe i thu ti njërit prej tyre kur i takon, subhanallahu, i thu takova filanin. Ti e din që ato janë probleme njëri tjetrin, po ti bën sikur s'din gjë. Po sa respekt ka ai për ty, sa don ai ty. Ai në fakt s'ka fol fare mirë për këtë. Po ti e bën këtë që ai tak të filloj e u thot, s'pas ka i nat filani mu. Edhe takon atë tjetrin, thu isha me filanin. Po si ka ai simpati ai për ty? Ai në fakt s'ka fol as i fjalë mirë dhe ja ngrov zemra që ndoshta i dihet kur takohen i bekon i madhi Zot ato. Edhe i bën vëllezër musliman ashtu siç duhet jemi. E inshallah Zoti na qof në xhenet, po këto të tjera të rregullohen. Amin ya rabbel alamin. Meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbuluar me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thamë i ka dhënë falas.